Në mes asaj që a dituria e dynjas apo ahiretit apo dituria e shkencës apo dhe fesë, Kurani nuk ka një qasje të tillë. Ajo që përmendet në Kuran dituri është dituria për këtë botë dhe për botën tjetër. Dituria rreth njeriu dhe çdo gjë që lidhet me njeriu, po dituria edhe rreth Zotit, rreth të ardhmes së njeriu. Një ndarje e tillë për fat keq është bërë vonë tek musliman, një ndarje që ka prodhuar një dualizëm në njerëz që dinë thonjza vetëm për fenë, por nuk kuptojnë jetën dhe dynjan e tyre, apo të tjerë që janë shumë të zhvilluar dhe kanë shumë informacion për jetën e tyre, por janë ignorant apo shumë pak dinë për vlerat apo për besimin e tyre. Prandaj do të gjejmë që profetët, përveç se kanë qenë njerëz që kanë njohur mirë, po themi ligjet e qiellit, kanë njohur mirë Zotin, të gjithë kanë njohur edhe profesionet e tyre. Prandaj secili prej tyre, si mund të themi, është një lider në profesion, në specializimin e tij, për të kuptuar që kjo ndarje nuk është ndarje e ndershme, nuk është ndarje e drejtë dhe ka prodhuar atë dualizëm edhe shkputje mes asaj që feja dhe dituria fetare kanë lidhje me botën tjetër, ndërsa jeta e dynjas apo shkenca ka lidhje me këtë botë. Dietarët musliman kanë qenë dietar, siç kanë qenë dietar për ajetet kuranore, për thënjet profetike, kanë qenë dietar edhe për në fushën e mjekësisë, në fushën e astronomisë. Këta janë faktikisht, këta hoxhallar, janë ata që kanë zhvilluar konceptin e diturisë. Pikërisht dhe në familjet tona, ajo që unë mendoj që është zgjidhja është që ne ta ushqejmë diturinë me të dyja krahët e saj. Dituri rreth jetës, rreth profesionit dhe teknologjisë, asaj në cilën kohën në cilën ne jetojmë, por rreth asaj që është dhe jeta jonë e përhershme. Dhe jeta jonë e përhershme nuk është në këtë botë, është në botën tjetër, është dituria rreth xhenetit, rreth xhehenemit, rreth vlerave të besimit, rreth madhështisë Allahu xhalla shanuhu. Në këtë rast edhe dituria e dynjas mendoj që është më e hishme, është edhe më e bukur në hijen e asaj diturisë së plotë.